Një aksident i rënd me 5 të vdekur ka ndodhur pas ditën e kësaj të shtunë në aksi rrugor Konispol Livadiani Jug pranë vendit të quajtur Ura e Bogozit në Sarandë. Në aksident u përfshin 2 automjete, një automjet tip Renault me targa AA 875 BG që po udhtonte nga drejtimi Konispoli drejt Sarandës dhe një automjet tjetër tip Alfa Romeo me drejtimi Sarandë Konispol. Një prej viktimave është Taip Madani, 60 vjeç, ish valltar i njohur i qytetit të Konispolit. Mësohet se 60 vjeçari drejtonte mjetin tip Renault. Së bashku me të udhtoni dhe pasagerët Fejzo Sulo, 65 vjeç dhe Krenar Sulo, 43 vjeç. Të 3 viktimat në këtë automjet janë banues të fshati Shalës të komunës Markat në Sarandë. Në automjetin tip Alfa Romeo humbën jetën drejtuesi i tij Kristaq Meçi, 38 vjeç, dhe Jati Petro Meçi, 67 vjeç. Në një lidhje për televizionin News 24, drejtori i Spitalit të Sarandës, Arjan Kalcuni, tha se 3 nga të aksidentuarët vdiqën në vend, kurse Krenar Sulo dhe Kristaq Meçi druan jetë gjatë rrugës në spital. Në përdhëna që kemi, në është konfirmuar që përskasje ka kjo shumë e fortë, sepse automjetët ishin dëmtuar jetë agonista që viktimat në të zorën nga makinave. Ndërkohë, kuptohet në këto përskasje jetë kryesisht traumat e kokës edhe traumat e krahërorës, që marrin jetë të momentin e parë. Në zende ishin kryesisht dëmtime të brendshme, nuk e shkaktuar hemoragji të brendshme, kuptohet edhe dëmtime shtrorit, nga përskasja e sot. Të paktën për 2, nuk flas me siguri për dy të vendit që u paraqitën në fillim në spital. Të 3 tjerë kanë kaluar direkt tek salla e morgut. Shpejtësia dhe lagështia në rrugë mendohet të kenë qenë shkaqet e këtij aksidenti të rënd. Deputeti i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet Dashamir Tahiri, përmes një mesazhi ngushëllimi shpreh udhëtimin për humbjen e valltarit Taip Madani. Humbje e madhe për komunitetin Çam. Taip Madani është legjenda e Valles Çamit, do të shprehë Tahiri në mesazhin e tij.